dhe ta vërtetoj atë besim të marrun për më hinë në parlament aty, duke treguar që ka përcimi urave edhe ndërtimi i koalicionit dhe partneritetet politike. Zoti Kosha, po një pyetje kështu me qenë se jemi në debat ty. Pse zoti Lima i s'po del një ditë të bukur verore, edhe me votu. E pyet zotin Lima pse me votu në kuvend pro idesë të Albinit, për mëdhejt mazhorancës, shumicës. Po sepse zoti Lima mund ta bëjë edhe për ish opozitën. Du ta pyesësh zotin Lima për atë punë, nuk është pyetje shumë. Jo, pyetje shumë e mirë për diskutim, për debat. Po gjithashtu shumë pyetje e mirë, njëjtin gjop se s'po del zoti Lima i ta thotë edhe për ish opozitën. Të thotë votat e mia shkojnë. Nuk i ka interesu me themelu institucionin Kosovë. Albinit i ka interesu me i përtyp, qëta njerëz, qëta është popullëdori me ta thorë, se njerëzit nuk përtypet. Mimi ti ke drejt me ndosh ashtu. Se mishinjerit nuk hahet. Këta s'ka këta s'po votojnë. Edhe me i gjujt, edhe me i bo me folë vetë me vetën. Këta janë hinë agendat Albin Kurti dhe kanë mu bo me folë vetë me vetën. Mo e merë që po thotë. Për arsye se këta nuk për din që Albini është taj që nuk për dënë me mo institucion. As Limaj, as Lumiri nuk bujnë me zhblokku situatën pa Albinit. Pe Albinit vore sot gjithë shka. Shkoj pak me komentet edhe pyetjet të shikuesve me kemi në fund, këtu ka qenë, nuk ka shumë komente diçka se di pse, ndoshta që janë mërzitur shumë shikuesit nga 33-34. Ka zhegi madhë konë sot, kështu që... Po ata brenda janë, nuk do të që janë njerë. Shqipto dobe milion zhegu, kushdem, mi molis, kej. Shkojmë me Fadil Matarovën, thëtë përshëndetje kushtrim për ty dhe analistët në studio, përshëndetje Fadil, desha një respekt për Taulantin, që shumë herë ka ardhur dhe sonte po artikullon në mënyrë profesionale analizën e tij, këtu shihet profesionalizmi i tij si një avokat dhe analist politik. Fadil, paskali përshëndetje për ty Taulant. Faleminderit për lehtësimin. Mund t'ja japësh Fadilit një koment po. Po mendoj që më me luajtë edhe rolin e analistit politik. Nuk është vështirë. Se jo, absolutisht. Me kam një background të politikës, s'ju kalzoj, ma voni kalzoj. Jo i angazhum politikisht, po në mënyrë akademik. Fatmir Byty që shikues dhe komentatori rregull të Politiko. E përshëndesim Fatmirin. Në një kohë thotë s'po mi lexoni gjitha telefon se i ka shumë gjata ato, por kësaj radhe pas ka qenë kujdesshëm. Për Albinin se ka zakonshëm. Përshëndetjet të nderuar është indikative për shoqëritë me prirje fashiste që në gjendje emergjente, kur ania është duke u fundosur, të kërkohet fajtori e jo të gjenden zgjidhje për të ndryshuar në rrjedhën e procesit me respekt. A e ka me drejt Fatmiri ose jo? Po, pyetjet keqe s'ka, ka përgjigjet keqe. Po problemi që ndonë që zgjidhje pa Albinin nuk mujmë me dhonda. Albini është votu nga qytetarët e Republikës Kosovë me bon institucione, jo Halili as kushtrimi. A i ka me drejt ky zotëria mentor? Fatmirin e dëgjova apo jo? E dëgjova, po edha përgjigjen Halili për Fatmirin. Po tu ja vendos vullën, no? Absolutisht. Na edhe e diskutuam edhe pak më herët, domethënë ku është faji. Faji kryesor është i VV-s. Normalisht edhe këto tjerat kanë pak faj, po janë ata që duhet e kanë obligim. Edhe kushtetues, edhe ligjor, po edhe elektoral, se jenë votu për me zgjidh problemet. Ahmet Kastrati, po ashtu një komentator i rregull të politikës, e përshëndesim Ahmetin. Vjen nga Zvicra. Edhe kemi një shikues shumë të madh nga diaspora. Zvicër, Gjermani, Austri, Benelux, Mbretëritë Bashkuar, për te oqeane, gjithë i përshëndesim. Edhe ju falenderojmë shumë që jeni bashkë me neve. Po Ahmeti çfarë shkruan? Përshëndetje Kushtrim Sadiku, për tejkalimin e krizës në kuvendin e Kosovës 2 pika i hap kryeresht. Nëse institucionet politike vazhdojnë të jenë të bllokuara dhe nuk arrin të provojnë zgjidhje për qytetarët, atëherë mund të lindë nevoja që vetë populli në bashkëpunim me akademik, intelektual dhe përfaqësues shoqërisë civile të organizojnë një iniciativë qytetare për të ushtruar presion demokratik mbi kuvendin me qëllim rikthimin e funksionalitetit dhe përfaqësim të duhur. Thotë pa përfshirjen e shoqatave të dalë nga lufta, një kërkesë e tillë mund të shihet si polemizuese, pasi ato shoqata kanë një rol historik dhe politik në shoqërinë kosovare. Megjithatë, nëse qëllimi është krijimi një mekanizmi sa më qytetar dhe jo i politizuar, atëherë mund të argumentohet që kjo nismë duhet të jetë pavarur nga grupet që tradicionalisht kanë patur ndikim të drejtë për drejtë në politik pas luftës. Thotë ju përshëndes të gjithëve, thotë në veçanti Matoshin dhe Gashin, Ahmet Kastrati Zvicër. Por as Matoshin as Gashin s'po e pyes, a ka drejtë Ahmet Kastrati
zona praver. Po, në pjesërisht e thashtë edhe në fillim që duhet me qenë një presion më i madh i domethënë i vetë qytetarëve të Republikës, ndaj protestë, ndaj diçka, e përmena edhe atë avokatin fillimisht që filloi faktikisht i pyes pse s'po i bëjnë deputet edhe nuk u mirëprit mirë, përkundrazi shpesh edhe në mënyrë shumë të ashpër prej disa deputetëve që nuk ju kishte hije, po ky zotnia pas ka dhënë një propozim bashkë mirë, edhe në fakt, nëse kemi vesh për me dëgju, thash edhe ma herët, këmbana veçkara, në lindjen e mesme po dënë me u kallë edhe lufta e tretë botërore, e ne këtu po bojmë sikurse kur gjë nuk është të ndodhë. Besoj edhe ato të gjitha ata që i kishte përmend dhe shoqatat e dola nga lufta, nuk ka çdo herë nevojë që ata t'i marrin iniciativat. Iniciativat mundën me qenë qytetare të shoqërisë civile, të cilët nuk janë domethënë njerëz komplet që ndoshta edhe s'kan të bëjnë edhe aq me politikën, por me dhon kontributin e vet, me pa që njerëz që kanë dalë pa marrë parasysh se kanë votuar atë ditë, a kanë votu 42%, apo këtë pjesën tjetër dalin të dhon kontributin e vetë dhe të shohin që kanë të bëjnë me një qytetarit pjekun të emancipume, pa marrë parasysh e shoh që qytetarët janë të pjekun politikisht, edhe pse po na duhet, po kalojmë në përfaza, po transformohemi, mirë po me e bo dhe na si qytetarët Republikës Kosovës rolin tonë. Një pyetje ka shtruar dje, pyetja është esenciale, por dje kam harruar ta bëj këtë pyetje teksa i kishim Arbo Rexhen edhe Armen Muja një debat, super debat që ka qenë në politikën mbrom, siç ndodh rëndom, çdo mbrëmje. Por kësaj radhe ta shtroj në fund sepse zotrin i besoj pjesa më e madhe e njihni ju. Azdren Agushi është nga Radio Energji, një Gjilanit, koleg gazetar edhe po ashtu nga televizioni publik. Thot përshëndetje kushtrim, nëse nuk e keni shtruar si pyetje, a mundet t'ua bësh këtë pyetje mysafirëve. Pra e ka patur për mysafirët të dje që kanë qenë, por ne do ta shtrojmë sot. Me që unë kam harruar dje dhe nuk e kam kapur dot momentin sepse doja ta ndërprej emisionin në kohë që mos t'i hym në slot, në termin emisionit tjetër. Thot, nëse qeveria Kurti pretendon se i ka 61 vota për krijimin e qeverisë, atëherë pse nuk po arrin t'i sigurojë të njëjtat 61 vota për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit? Deputetët janë të njëjtit në dy rastet, çfarë po e pengon shumicën të funksionojë tani për kuvend, kur sipas tyre do të funksionojë më pas për qeveri. Shala? A dëgjoj pyetjen apo bëjmë njëherë? Kesh me Azdrenin të shkru. Për shkak se kom me këtë mire, kom edhe një me një femi që... Deshe ti thuash në arkezon gusht apo qfar? Jo, desha me thonë dhe shpës përka zonë që përqen piti. Nga Gjilanin cilin e kam shumë për qefi vend lindjen time, po, urdhro. Nëse mund është anerë pytje se kesh të folë. Shef, nëse qeveria Kurti pretendon se i ka 61 vota për krijimin e qeverisë. Pra, nëse Kurti pretendon ose vetëvendosja që i ka 61 vota për krijimin e qeverisë, atëherë pse nuk po arrin të sigurojë të njëjtat 61 vota për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit? Deputetët do të jenë njëjtë në dy rastet, çfarë po e pengon shumicën të funksionojë tani për kuvend, kur sipas tyre do të funksionojë më pas për qeveri? Hajde Azdren se të kallëzoj nejtet kur të fulim kështu të plasim. Po na e kemi diskutuar. E kemi thonë shpesh herë, domethënë se Kurtin nuk i ka numrat. Se mi pas numrat, domethënë ai e kish bë kuvendin, e kish kry. Edhe një në po në tjetër nënë nuk po dënë. Për shkak se mundet me siguru numrat, mundet me testu partit tjera nëse ndron kandidatin, mundet me testu ato dhe mundet me shblokoj institucionet, po si duket nuk i ka për qeveri pastaj numrat, edhe nuk po dënë me bë kësi kalkulime për shkak se mundet mos me qenë kriministër mo. Prandaj Azdreni pas ka bo pyetjen, po pas ka dhënë pak edhe përgjigje. Kështu që po, hodaj ti, ja jep një përgjigje. Po, më me edhe një vlerësim a koment, se dija më në eksakt përgjigje. Më pyetja është shumë e vend, shumë logjike, legjitime, po nga ajo që shihet, zoti Kurti konsideron që zgjedhja e kryetarit të kuvendit i takon by default me kushtetutë, kupton, dhe s'ka nevojë me hi për marrëveshje politike apo të bëj kompromise politike për zgjedhjen e kuvendit, sepse ai e konsideron një gjë